Ereniku, Lukaci e Krena gjatë gjithë ditës së sotme kishin një rrjedhje të fuqishme të ujit duke u bërë rrezik për infrastrukturën përreth dhe banorët që banojnë për skaj shtretërve të tyre. Kjo pasi lumenjtë arritën të shkaktojnë vërshime në disa zona. Si pasojë rreshjeve të shumta, uji ka përmbytur disa shtëpi banimi, duke shkaktuar dëme materiale për banorët. Gjithashtu është dëmtuar edhe një pjesë e shëtitores përgjatë lumit Krena, ku në disa pjesë janë vërejtur shembje dhe dëmtime të infrastrukturës. Situata ka shkaktuar shqetësim tek qytetarët, ndërsa kërkohet ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për sanimin e dëmeve dhe parandalimin e rrezikut të mëtejmë. E nëse niveli ujit vazhdon të rritet, ekziston rrezik serioz për përmbytje të mëtejshme, duke rrezikuar drejt për drejt shtëpi të tjera dhe infrastrukturë rrugore, prandaj nevojitet gatishmëri dhe ndërhyrje. Ndërkohë, meteorologët paralajmërojnë se rreshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme, duke rritur rrezikun e përmbytjeve të tjera.